12. Kushti I parë para namazit. Pastrimi I përgjithshëm. Muslimanët duhet të jenë të pastër, shpirtërisht dhe fizikisht. Gjithashtu, muslimanët për të falur namaz është kusht ta kenë të pastur trupin, rrobat dhe vendin ku falen. Në pastërti bën pjesë larja e përgjithshme dhe e pjesshme, pastrimi I dhëmbëve, prerja e thonjve, larja e duarve para dhe pas ushqimit, pastrimi pas kryerjes së nevojave fiziologjike, tahareti, pastrimi nën sqetulla dhe në vendet e turpshme. Në papastërti bëjnë pjesë prodhimet e derrit, fëlliqësia, urina, alkooli, gjaku dhe çdo gjë tjetër që konsiderohet e papastër sipas rregullave islame dhe këto papastërti duhen eliminuar para obligimeve fetare. Në papastërti bëjnë pjesë prodhimet e derrit, fëlliqësia, urina, alkooli, gjaku dhe çdo gjë tjetër që konsiderohet e papastër sipas rregullave islame dhe këto papastërti duhen eliminuar para obligimeve fetare. Në përgjithësi, papastërtia është dy llojesh. Papastërtia e vogël, të qenet pa abdest dhe papastërtia e madhe, të qenet gjunub për mashkullin dhe femrën. Gjithashtu, periudha e lehonis pas lindjes dhe menstruacioneve për femrën. Që ibadetet tona të jenë plotësisht të pranueshme, është e domosdoshme edhe një komponent tjetër, pastërtia shpirtërore, e cila përbëhet prej largimit nga thashethemet, bartja e fjalëve, gënjeshtra, shpifja, zilia, e të tjera. Ky pastrim është shpirtëror, do me thënë moral.